O mirë mëngjes të dashur miq konikës tonë tulipani, ju përshëndes, mirë se u gjaj. Një ditë sa më të mirë ta keni e një ditë sa më të lumtur për gjithë shqiptarët kudo që janë anë kanë botës. Të dashur miq, thash flasim sot për paketën e maleve. A ju kujtohet në fjalim kur kemi folur së bashku, kur kemi bërë bashkëbisedime për para shumë kohësh, kur doli paketa maleve, thash, shikoni paketa maleve është pak me spec për ne katonarët, për ne shqiptarët, sepse ata paketa maleve është për oligarët, për oligarësinë shqiptare, për oligarët që kanë parët, që donë për me dhlabru e gjithë sham. Pra, sukur sot që po bëhen të protesta për Zvedecin, për Royal, e për shumë vende tjera që janë pak të po dëgjume shumë, e do t'ju dalin zoni, është një diçka shumë e vështirë për popullin shqiptar, që të dërzojnë tokën e prindve tyne, malin e prindve tyne, ograjnë e prindve tyre, babalarve, gjyshërve tyre, të dërzojnë, jo se unë e kom pare për shkoja blej. Kjo nuk është normale. Do me thonë, pika ky që këto është, nëse shteti ka tokën e vetë, t'ja jepin çdo lloj oligarkit ti, nëse pranojmë ne populli, pra përsëri, sepse ne me ata tokë kemi jetuar me mira vjet në vendin tonë. Që në kohën e lirëve me ata tokë, ajo tokë na ka mbajt, ajo tokë na ka bërë bukën, ajo tokë na ka bërë kromin, na ka bërë mineralet në toksore, ajo tokë na ka rrethu bregdetin tonë të bukur. Pre asaj toke ne kemi jetuar dhe do jetojmë e do mbi jetojmë. Pra ndaj të dashur miq, kush është shqiptar të bashkohet protest që të tregojmë qeverisë shqiptare, oligarkëve shqiptar, sepse ne nuk shesim tokë, ne nuk kemi tokë për të shitur, ne nuk kemi tokë për të pasunuar as kanë botë, po vetëm toka jona u përket trojeve tona, të parve tonë, ne e brezit që vjen, e brez pas brezi, është e jona. Prandaj, të merren mosat, ikin paketa maleve, mos shitet toka, mos futet llavrasje në Shqipëri nga paketa maleve, si që bo në mira raste tjera në Shqipëri. Pra, të dashur miq, nëse politikanë shqiptar, si të mojtë si djathë, nuk e marrin parasysh këtë problem madhështor që është, sot, e që po zihet sot në vendin tonë, atëherë politika shqiptare ka një gabim, sepse po punon për vete e për popullin. Ju faleminderit, e miru ta kofshim takimin tjetër.